Kanë hynë në qarkullim, bile kanë hynë në qarkullim të madhë, sepse rreth 200 milion qeveria i ka shpërnda para për elektoratin e vetë dhe para për vota, që për mu është korupcion i gjallë politik, nga politika dhe nga qeveria dhe nga kryeministri i vendit. Dhe kjo çështje mendoj që nuk do të hasë në vesh shurdhër as në Bashkimin Evropian, por mendoj që edhe këtu në Kosovë, kjo situatë e krijuar me një përparësi jashtëzakonshme, duke shpërnda para javën e fundit të zgjedhjeve dhe duke shpenzuar gjithë këto mjete, mendoj që është korupcion politik, dhe po besoj që i takon edhe gjykatës kushtetuese, edhe prokurorisë vendit, po mbi gjitha i takon ombudspersonit që ta trajtoj këtë çështje dhe të kërkoj hetim se çfarë dhe ku kanë shku parë. Nëse është mi u besu statistikave, 10.000 kosovarë kanë dalë vikendin e kalum. 26.000 po më duket ishte statistika për një vikend. Reali është me besu që i kemi harxhu në Shqipëni, në Greqi, në Malzi. Po, ato përkthehen vota. Se që t'ja u pagush një vikend nuk është pak. Jo, nuk është punë e vogël. Argumenti që po përdor vetëvendosja po thojnë është ofendim me thonë blerje vote për shkak se atër cilësoni kosovarë si njerës që shesin votën. Votën nuk e shesin veç kosovarë. Nuk jemi na jashtë toksor, dhe nuk jemi, as suedez nuk jemi, as finlandez nuk jemi, as norvegjez nuk jemi. S'po them as gjerman, as zvicran, as italian. Balkanas, pik. Por jemi Balkanas, jemi shqiptar, që kemi pak përvojnë shtetë formim, jemi akoma në adolescencë të themelimit, të krijimit të shtetit, dhe kemi pasë në gjitha zgjedhjet, po thuj se ka pas abuzim me vota. Në gjitha zgjedhjet ka veprimet cilat dhe janë hetu veprimet të kundërlidhshme, por kjo që shteti të financoj korupcionin politik, kjo është, nuk ka diskutim, është nonsens. Dhe komentet pastaj janë të tepërta. Unë s'jam kundër që të mbështeten bizneset, të mbështeten njerëzit, të mbështeten ata, por është dashur paktën 2 muaj para me marrë vendim bashkë me parlamentin. Ose me shty mas zgjedhjeve kur të krijohet institucioni i parlamentit, me i qitë të dhënat se çfarë dojmë, kënd dojmë me mbështet, kush ka nevojë me mbështet, edhe kjo është. Zotën kishtë qenë standard ma në i rishikimi bugjetit, s'ka pas nevoj për vendim qeveritor? Po, qeveria dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ne na kontrollon me kënë popim kafe gjatë ditës edhe kush i pagun kafen. Për çka ta ka pagu dikush kafen, edhe pse e ke pagu ti kafen, po e them që është banalitet, satë. Na nuk jemi, në këtë aspekt nuk jemi as Gjerman, as Amerikan, me nxirr secili kuletën e vetë dhe me pagu kafen e vetë. Në Amerikë dhe në Evropë, edhe në Britani të Madhe, menojnë, ose